Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unande Kapxhiu. Mirë se vini në transmetim të drejt për drejt në Report Televizion. Mirë se vini në mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Deri në orën 9 do të qëndrojmë së bashku me programin e mëngjesit, patjetër pra si çdo mëngjes. Edhe mëngjesin e kësaj të premteje. Dhe do të shohim sparit i duhersor të gazetave për sot. Jemi 30 maj për vitin 2025, dy ditë e fundit edhe të këtij muaji, më pas pra patjetër në qershor. Në fundjavë. Do ndalemi tek lëvizja e autonomjeteve me interes, sot jemi ditë e premte dhe më së shumti do të shohim lëvizjen e autonomjeteve dhe çfarë ndodh me fundjavën, sepse që sot besoj shumë nga ata që jetojnë dhe punojnë këtu në kryeqytet lëvizin, dalin për fundjavë, duke qenë që pak a shumë edhe moti premton, edhe mbi gjitha do të komunikojmë së bashku për temën e ditës, e jo vetëm si temë ditë sërish fokusi do të jetë tek seanca e ditës djeshme dhe tek ky kuvent aktual, apo dhe çfarë prisni nga i riu, edhe për ata që ndoshta nuk e kanë dhënë një mendim për këtë çështje ditën e djeshme, por mund diskutojmë edhe çështje të ndryshme të aktualitetit e jo vetëm. E nisim pasurinë e shtypit me gazetën Panorama, siç bëjmë çdo ditë dhe do të shohim zhvillimin kryesor. E kemi në ekran, do të marrim çdo detaj. Krimi i paralajmëruar në një pallat me vrasësinë e djalit, absurdi i gjykatës. Policia injoroi 3 kallëzime. E moshuara Namire Koka tregon se djali i saj, Halili, i vrar pabesisht më 14 shkurt vitit 2024 pranë banesës së tij në Durrës, kishte denoncuar 3 herë në komisariatin e policisë me data dhe për shkrimet hollësishme të kërcënimeve që ishin bërë nga ana e 35 vjeçarit vrasës Ilir Koçilja. Zonja Koka rrëfen për emisionin Veting mbi krimin e paralajmëruar që nuk u ndal për shkak të dështimeve institucionale, mungesës së reagimit, shpërfilljes së të dhënave dhe injorimit të rrezikut të dukshëm. Ndërkohë, gjykata e Durrësit nuk lejon nënën dhe nipin që të shesin banesën, por i detyron të jetojnë në një pallat me vrasësin. Lexoni më tepër në faqet 6 dhe 7 pra këtë histori që edhe me ato që unë bëra me di në faqen e parë, diçka mund të kuptohet. Para luftës ishin 30.000, tani vetëm 650 veta, befason studiosi rumun, nuk ka më komunitet shqiptar në Rumani. Intervista, lidhja e Marius Dobreskut me Shqipërinë dhe këshilla për shqiptarët. Mund lexoni më tepër në faqen 13, bëhet fjalë për një material, një shkrim për komunitetin shqiptar në Rumani. Nuk do t'ju zhgënjejmë më, presidenti e Komisionit Evropian i premton Ramës integrim të shpejt. Kryeministri ka deklaruar apo ja ka kthyer duke i thënë je një mike e çmuar. Edi Rama takon aleatin e Berishës Brok. Erdha të vrisja, por u ngjite më lart. Reagon kreu i Partisë Demokratike, urimi i tij ishte ironi. Shohim, kemi 3 foto në ekran. Kryeministri Rama me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila është nderuar në Gjermani me çmimin Karli i Madh, dhe në këto 2 foto të tjera që janë pak më të vogla është kryeministri Rama me kancelarin gjerman Friedrich Merz dhe me Elmar Brok. Zgjedhjet, debatet dje në kuvent, Berisha përplaset me Spiro Palin, pra me kryeparlamentaren. Tarifat vendore, kompensimet dhe taksat deri në 16% shtesë për pensionistët. Protagonistët, një histori e panjohur kur sportistët bënin sport me gjyslyk. Ai që e sjell këtë material shumë interesant është Urvil Zajmi dhe mund ta lexoni të plot në faqet 22-23. U dënova me vdekje për 3 muaj prisja xhelatin, jeta tragjike e Drita Kosturit në diktaturë. Amaneti që i lan atë zef plumit. E lexoni më tepër në faqen 17 pra rubrikën histori dosier. Kalojmë tek opinionet e ditës, 2 janë shkrimet pasqyrojnë në faqen e parë. Nga profesor doktor Arben Malaj, keni mundësi të lexoni, prioritetet kombëtare nuk mund të parcelizohen apo të privatizohen. Dhe një tjetër opinion nga Edison Nypi, keni mundësi të lexoni në numrin e sotëm të Panoramës, Ferri im.
Jam i smur me grip, unë 2 metra burr, po ndeshem dhëm për dhëm me një virus. E lexoni më tepër në faqen 18 të shkuara edison patjetër, kështu që do të kemë mundësia të përshkrimin që ju bëni dhe dini më së miri ta bëni edhe për këtë gjendje që jeni, pra një gjendje me gripe dhe jo të mirë shëndetësore, do të kemë mundësi të lexojmë pak më tepër edhe në brendësi. Ndërkohë me opinionet e ditës përfunduam gazetën Panorama, numrin e të premtes për datën 30 maj. Zhvendosemi tek e radhës është gazeta Tema. Do të ndalemi dhe në këtë të përditshme. Në foton kryesore është kryeministri Edi Rama dhe Günter Krishbaum. Mirë, po shohim edhe shkrimin që shoqëron vizita e kryeministrit. Pse u thirr Edi Rama në folen e ish armiqve të tij brenda CDU-s gjermane? Edhe njerë, pra pse u thirr Edi Rama në folen e ish armiqve të tij brenda CDU-s gjermane? Lexoni më tepër në faqet 4 dhe 5. Gazetarja, kush është personi që Ilir Meta thot se e tradhtoi dhe pse u largua Genc Gjokutaj si avokati i tij? Rama nuk mundet më me vot. Demokrati famshëm shpërthen në kritika ndaj Partisë Demokratike. Të shtrëngojmë bë dhe të qëndrojmë si burrat, nuk dalim më në protesta. Ilir Vrenozi, një nga mbështetësit më të zëshëm Partisë Demokratike, ka shpërthyer në akuzë dhe zhgënjim ndaj drejtuesve aktual të opozitës pas humbjes së 11 majit. Vjen me rubrikën Histori dosier në të njëjtën hapësirë si zakonisht nga gazetën Tema në faqet 10-11. Dëshmia e rrallë e operatorit të parë të RTS-s. Në 62-shin filluam të transmetonim direkt një ndeshje futbolli në Qemal Stafa, por na mori flak kamera dhe ndërprem. Aty ishte edhe Ramiz Alia, i cili mund ta lexoni më tepër në faqet 10-11, interesante, jo thjesht që ka të bëjë me futbollin, por ndoshta edhe me historinë e radio-televizionit publik shqiptar. Për ata që e kanë harruar, çfarë na ka bërë dashnori i demokracisë e zgjedhjeve të lira? Antena brenda familjes, Muli shpjegon pse ishin krenar dje në seancë. Antena brenda familjes është një rubrikë e përditshme në gazetën Tema. Alistair Campbell, ai që po ndodh me Erion Veliajn, duhet të na shqetësojë të gjithëve. Kalojmë tek opinionet dhe analizat apo komentet e ditës. Mero Bazë shkruan: epërsia unike e Berishës në politikën shqiptare. Nga Rudina Hajdari, gabimi më i madh i opozitës, për të cilin edhe unë kam përgjegjësi personale. Për edhe një Rudina Hajdari është deputete shkruan, gabimi më i madh që ka bërë opozita, për të cilin ajo thot se edhe vetë pra ka përgjegjësi personale. Dhe shkrimi që vjen nga Namirla Pardhaja, avazet e Saliut. Të gjitha këto opinione do të kemë mundësi që në pjesën tjetër të programit të shim pak edhe më konkretisht. Ndërkohë, e lëm pas edhe gazetën Tema, sepse përfunduam me këtë të përditshme që do të thotë pam gjithçka pasqyroi në faqen e parë. Do të ecim më tej, duke e lëm pas gazetën Tema, do të ecim më tej dhe vijojmë në gazetën Dita, por duke kombinuar, pra më pas do të jemi në Telegraf, kombinojmë gazetën Dita dhe shohim zhvillimin kryesor që vjen nga Alistair Campbell, i cili është në foto me kryeministrin Rama, dhe shkruan Rama, Veliaj dhe SPAK. Pozicionojmë gazetën për ta parë më konkretisht. Ka ardhur koha për qartësi nga Brukseli, nga vendet anëtare, nga të gjithë ata që duan të ardhmen e Europës, para burgimi arbitrar, nuk ka vend në një demokraci europiane. Shqipëria nuk do të fitoj vendin në Bashkimin Evropian përmes shfaqjeve apo fjalimeve të zjarta, por përmes substancës së saj demokratike, e kjo tani po vihet në provë. Më tepër lexoni në faqen 7. Do të shohim të tjera zhvillime në gazetën Dita. Çfarë na tregoi vota nga Mërgata? Vota e mërgimit, ndërkohë, e nxjerr shernajën politike edhe Matan Kufirit. Mërgjimtarët bashkë me vendin lanë edhe tensionet politike pas për të bërë njësh rreth vlerave që bashkojnë. Histori sport. Pse Shqipëri-Serbi është më shumë se një ndeshje futbolli? Kur jemi vetëm 8 ditë larg nga sfida, kërkesat për bileta kanë shkuar në afro 400.000.
400.000 kërkesa, ndoshta varet si bëhet llogaritja, sepse një person që aplikon online ka drejt të aplikojë deri për 4 bileta. Nga Bedri Islami, a do të rrezohet Rama në shtator? Dallojmë në rajon. Sa optimist jemi për antarësimin në Bashkimin Evropian? Emri, gazetarja. Kush është personi që Ilir Meta thot se e tradhtoi dhe pse u largua Gjokutaj si avokati i tij? Sipas saj, ky emër synonte të merrte postin e sekretarit të përgjithshëm, por është shkarkuar. Kemi tira zhvillime nga gazetën Dita që do të vjojmë të shohim në këto momente. Analizë bot, sfida epokale gjermane nga doktor Jorgji Kote. Rubrika e shëndetit, kujtesa në plakje, kur duhet të shqetësohemi. Hetimi, presidenti Kolumbis denoncon lidhjet e mafjes shqiptare në Amerikën Latine. Kanë tentuar të më vrasin, pasi presidenti e Venezuelës lëshoi paralajmërime për kartelin me Selin Abu Dhabi, vjen një tjetër reagim. Dhe së fundmi, sa i takon gazetës Dita, evenimenti, përse u thirr vetëm Edi Rama në folen e ish armiqve të tij brenda CDU-s gjermane. Pse Rama ishte i vetmi kryeministër i gjithë Ballkanit, jo vetëm atë perëndimor në evenimentin VIP të Gjermanisë, ku ndodhej dhe kancelari Merz, gjasat apo hipotezat që duken më afër realitetit. Pra bëhet fjalë për aktivitetin ku është nderuar Ursula von der Leyen, president e Komisionit Evropian, me çmimin Karli i Madh. Von der Leyen, pra, është një gjermane në origjinë. Mirë, e lëm pas edhe gazetën Dita. Këto ishin gjithë zhvillimet që pasqyroheshin në faqen e parë, i pa me vëmendje patjetër. Zhvendosemi me gazetën Telegraf. Dhe në gazetën Telegraf, duke qenë që sot jemi e premte, përveç zhvillimeve nga aktualiteti, në fund do të shohim edhe suplementin apo rubrikën Pena shqiptare. Së pari, Departamenti Amerikan, liria e fjalës dhe shtet ndërtimi kushtetues, vlera thelbësore. Sekretari i Dash, pra sekretari Amerikan i shtetit, Marco Rubio. Liria e fjalës është thelbësore për mënyrën amerikane të jetesës, mbi të cilën qeveritë e huaja nuk kanë asnjë autoritet. Zëvendës sekretari i shtetit, Christopher Landau, ne jemi të gatshëm të ofrojmë ndërmjetësimin ton për të përmirësuar kushtet, por vetëm nëse përfshirja jon është e kërkuar dhe e pranuar, dhe këtu nuk po flas thjesht për udhëheqësit, parapëlqimet e burokratëve të largët dhe aktivistëve të ngurtë, por për popujt. Mund të lexoni më tepër në faqet 4 dhe 5 nga zëvendës sekretari i shtetit Christopher Landau. Në fakt, Ambasada Amerikane dje postoi një pjesë të fjalimit në një aktivitet të zhvilluar, e postoi Ambasada Amerikane këtu në Shqipëri, edhe ndoshta pak më vonë në hapësirën e telefonatave do të kem mundësi të lexoj, duke që ishte fikse thënë për Shqipërinë apo për vendin ton, duke në një farë mënyrë duke cilësuar le të themi dy ekstreme në qëndrimet apo objektivet e tyre edhe mazhorancën edhe opozitën. Megjithëse ishte një fjalim në përgjithësi, po do ta shoh pak më konkretisht për kuriozitet më vonë. Rikthehet kuvendi, opozit 15 minuta seancë, ja kandidatët që u mundën me kodë gjinore dhe 82 deputetët që do të mungojnë në shtator. Në fakt, dyja këto zhvillime që se valizohen këto momente në Telegraf, u bën ditë, dje dhe pardje që Report Televizioni ka trajtuar në kronika ndryshme, duke sikur mund të jenë materialet që ne kemi përcjell në Report TV dhe shqiptare.com që pasqyrohen sot në Telegraf. Megjithatë, çdo media, çdo koleg mund ta bënte diçka të tillë. Damian Gjiknuri, takimi, fal kontributit të gjithë secilit prej skuadrës, u arrit rezultati historik në Vlorë dhe fitoria 11 majit. Profesor Dr. Lush Susaj, zgjedhjet e 11 majit ishin të paravendosura shumë kohë më parë nga dita kur nisi cirku politik i votimeve. Denoncimet për 11 majin, Martin Henze, prokuroria gjermane po heton DHL-n, pasi dyshohet se një organizat kriminale ka ndërhyrë në transportin postar duke zvendësuar fletët e votimit. Alarmi ZDF-s gjermane, si mafia shqiptare, ka marrë në kontroll tregun e drogës në gjithë Europën.
Okej, lexova i bëra me dije, por sa të vogël, pra sa shkrimi i vogël në këto zhvillime. Rubrika me çështje dhe problematikat sociale. Masakra mjedisore pushton tokë, det dhe ajër, me mbetje spitalore dhe incineratorët fantazmë të zotës e mërtirit, banori nga shtëpia shikoja malin e Prushit, tani shikoj atë të plehrave. Vetëm baba Tomori ynë i shenjtë, reportazh nga baba Tomorit e Kardenica e kurorës së Skënderbeut, mësuesit e nderuar Bashkim dhe Fatmira Sulçe, së bashku me anëtarët shoqatës Advetare Kombëtare Tomorit Dega Lushnjë, festojnë për vjetorin e lindjes ikonës së arsimit shqiptar, orë pasore me festimet. Rama në ceremoninë e çmimit të Unitetit Evropian për presidentën e Komisionit Evropian. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e akordimit të çmimit Karli i Madh për presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Aachen të Gjermanisë. Rama e cilësoi privilegj të ishte ndër të ftuarit e nderit mes personaliteteve botërore për miken e çmuar të Unitetit Evropian, pra të Bashkimit Evropian, po themi, siç e cilëson ai presidentën e Komisionit Evropian. Opinionet e ditës nga Bledian Koka, kolega zëtar, keni mundësi të lexoni. Kreu i KQZ-s Celi Bashi hetohet për shpërdorim detyre. Ilir Çumani shkruan një brez që nuk kthehet më kurrë. Dhe së fundmi, suplementi pena shqiptare me zhvillimet letrare dhe kulturore, një suplement i përjavshëm pra çdo të premte. Nga Koçi Petriti mund të lexoni, ju kujtova të gjithave. Nga Marash Gilaj, kur sundoni keqi. Nga Shpëtim Kodra, rikthimi Bashkim Hoxhës ftesë për reflektim. Shefik Arifi, det me dashuri. Agim Xheka, mësim i vyer. Agim Bajrami, mikpritja e tragetit Vaso Papaj s'di pse. Ismail Xhaferi, i kërkova një ylli atje në vendlindje. Rizat Çato, të kisha thënë, Mimoza Çobo, do vi të vdes në pragun tënd. Bledar Koçi, Marrëzi, Irma Kurti, letër nënës, Arti i Zia Çelës, sipas autorëve Ndre Mjeda i Tretoni. Mimoza Lushani, kujtime të bukura, kujtime. Armenida Qyshja, mbi një gjysmë Kafke Bunkeri, dhe nga Arsinoj Zengo, mund lexoni edhe në Muzg. Nga faqja 12 deri në faqen 21, pra në këtë hapësirë, mund të lexoni suplementin pena shqiptare. Ndërkohë, e përfunduam edhe gazetën Telegraf dhe së fundmi, me interes, patjetër do të shohim edhe Panorama Sport, gjejmë dhe marrim zhvillimet sportive. Dal nga dal, patjetër shëndizet atmosfera për ndeshjen e të shtunës së ardhshme të 7 qershorit mes Shqipërisë dhe Serbisë këtu në kryeqytet. Derbi Ballkanit, Seria A zbret në Tiranë. Shqipëri-Serbi me shije italiane në fush, luajnë 12 futbollistë, patjetër për që trajnerët respektiv kanë publikuar listat e futbollistëve të grumbulluar. Shumë nga ata të thirrur nga Silvinjo luajnë në Serina. Duke nisur me kapitenin Berat Gjimshiti, me Atalantën, Kristian Aslanin, me Interin dhe Ardian Ismailin, me Empolin, Hysej po ashtu me Lacion, edhe tek Lecce aktivizohen Ramadani dhe Berisha, po këta janë në foto, ndërsa edhe nga serbët ka lojtarë që aktivizohen në skuadrat më të mira në Serina. Dušan Vlahović, për shembull, sulmues kryesor i Serbisë edhe Juventusit, Luka Jović, sulmues kryesor i Serbisë edhe i Milanit, edhe mbrojtësi Pavlović i Serbisë edhe i Milanit. Kështu që mund lexoni më tepër në brendësi edhe lojtarët e tjerë të dy skuadrave që luajnë në Serina, në një nga kampionatet më të mira jo thjesht në Europë, por edhe në botë. Sulmuesi, mes rinovimit dhe ofertave zbulohen prapa skenat me Mirlind Dakun, portieri Berisha Hero në Suedi, por i harruar në kombëtare. Blut Neziri drejt Dinamos që për Kupat e Europës. Tirana, Osmani vë kushte Halili nxjerr 700.000 euro. Superiorja, Partizani syt te Mala, Gilman Lika vllaznisi duhen 4 blerje. Zyrtare, Aleksi edhe 3 vite me Egnatian kampione.
Rrethi i 82 ciklistik. Shqipëria ngec në Malore, Jonkmans përinoton fitoren. MotoGP, Marquez duat titullin e 9 si Valentino Rossi. Së fundmi, zhvillimet nga futbolli europian. Inter Paris Saint-Germain, ose më sakt Paris Saint-Germain Inter, kështu është eksaktësisht finalja. Inzaghi burgos ekipin, Mkhitaryan në finalen e 26. Nesër në mbrëmje pra të shtunën, duke nisur nga ora 21 në Munich të Gjermanisë, finalja Champions League mes francezëve të BSG-s edhe italianëve të Interit. Itali, Antonio Conte qëndron tek Napoli, është bërë edhe zyrtare, Allegri shkon tek Milani, çështja e kryer mbetet vetëm zyrtarizimi për Allegrin tek Milani. Në Angli, Osimhen tek United, Liverpooli jep 60 milion euro për Kubon. Spanjë, Flick, që është trajneri i Barcelonës, deklaron një vit ëndrash, Reali më i vlefshmi në botë si klub. Ishte gjithçka dhe në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyra shtypit për ditën e sotme. Numri kësaj të premte për datën 30 maj të vitit 2025. Mirë, do të kalojmë pak reklama, shumë shkurtimisht një mësirë publicitare dhe rikthehemi. Do të bëjmë një vëzhgim në rrugët e kryeqytetit, por mbi gjitha menjëherë do të nisim komunikimin së bashku, kështu që ritakohemi pas pak.